kaq shëndetin, ose të kemi shëndetin, ose si je me shëndet. Ngelet një shpreje... Mirë, gjithë janë mirë. Gjithë janë mirë, po isha një 6 muaj në spital. Pra, nuk kujtojme për shëndetin, vetëm kur në ndodhin probleme, sepse kemi problematika të shumë të shëndetësore, se kemi shëndet mendor. Po, se harrojnë këtë, që kësh kryesori. Kur të lë mendja të kanë lënë të tëre. Kemi shëndetin e stomakut, që ja fusim ham një qenjë të tëre, pastaj kujtojmë, po, nga mu shpik mua kjo gjë, po si më erdhi. Yndyrnat, sheqernat. Ku mu rritën, sepse unë se kam as në farefis tonë, ku mu rritën yndyrnat. Si janë fisi ujkut ta, po. Por edhe shëndeti portofolit ndodhë njëherë, se kur ta zë diarrea të shkretin, Portofoli bet me azëm e smerë do të frymë. Tani, çështja është e kjo shprehje unë kam një merak. Qa meraku keti? Kur thonë të kemi shëndetin, po pse të mos i kemi dhe gjithë gjërat e tjera? Për shembull. Për shembull. Shëndet ka dhe arusha mbyll, apo jo? Po. E zëm, ke shëndet s'ke punë. Ke shëndet s'ke dashuri? Po. Ke shëndet s'ke letra amerikane, ose në një tjetër? Ose, ha? Qa të ndodh me shëndetin? I ke shëndetin. E di kush pëlqej shumë tani këtu. Sepse tani do prezentojmë mbasaj rubrike që ishte kështu fresh, ngacmuese. Jo, që ta mbyll fare. Mos thoni të kemi vetëm shëndetin, po t'i kemi të gjitha, se po e ngushtuat jetën vetëm në një gjë, sa do e rëndësishme t'jetë ajo gjë, lëmë njanë gjithë gjërat e tjera. Sakt. Kaq.